kur mos me bu keq veç pse mundesh. Shumë është e rëndësishme me pas mbështetje nga babi. Gjë që unë e kam pas gjithë jetën. Kam shumë, por e di që një që menoj që është parimi udhërëfys në jetën temë është kur mos me bu keq veç pse mundesh. Dhe më thonë, unë jam rrit me një diskutim në shtëpi që nëse mundesh me ndihmu dikujt duhesh me ndihmu. Edhe kur nuk duhesh me bu keq kërkujt, sepse ekziston një le të themi kështu parim jetësor i cili duhet me u respektu e kjo është me mundu sa ma shumë e bo mirë. Kjo është fryma me cilën unë jam eduku, jo vetëm unë, po kjo është, më thonë, mënyra se qysh na jemi rritë, prindët e mia njerëz të jashtëzakonshëm, janë njerëz të ndershëm, punëtor, që gjithë jetën e tyre me ndershmëri janë angazhu edhe janë mundu me bu ma të mirën për familjen. A ke kështu ose njërin prej prindërve ose dy këtë familjes që ke pas dyqysh si farë frymëzimi dhe mbështetësi ma të fortë, e ke pas si bazë? Unë mendoj që varet për cilin aspekt. Ka sfida të cilat nëse je vajzë edhe je rrit në një shoqëri e cila jo let e pranon edhe ka akoma stigma e paragjykime për vajzat, shumë është e rëndësishme me pas mbështetje nga babi. Gjë që unë e kam pas gjithë jetën. Shumë mirë, po. Domethënë, unë mendoj që njëna prej arsyeve kryesore që më ka bo mu me qenë kjo që jam, është fakti që babi jam ka qenë jashtëzakonisht përkras, mbështets, i imi edhe i përgjithsisht kështu vajzave. Unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Ka bo ma të lehtë Arjeta krejt rrugtimin tënë, sepse na shohim sot edhe dukurit ndryshme në vendin tonë, pa dëshim kemi pozitive, për në atë aspektin që shohim dhunë, vrasje, pastaj paragjykime të shumta, janë pa përkraje vajzat, edhe nga prindrit, edhe nga familja, prandaj fati madh. Absolutisht. Që ke pas edhe rrit me një frymë me kaq shumë harmoni. Absolutisht, unë po them, pra unë mendoj që mbështetja që e kam pas prej familjes në rastin konkret prej babit është tepër e rëndësishme për me mujt me mbri le të themi kështu në çet pozicion cilin jam. Po edhe në anën tjetër prej mamit janë shumë dimensione të cilat unë mendoj që për shembull mami jam ka shumë një shpirt luftarak, edhe unë mendoj që këto e kam prej mamit. E ke prej saj, okay. E kam prej mamit. Edhe unë jam goxha luftarake, kështu kur mendoj që diçka duhet është e drejtë dhe duhet bëhet, nuk dorëzohem. Njem si goxha shumë person që shpirtin luftarak. E ka shpirtin luftarak.